Më 29 nëntor, një ngarkesë me mandarina të prodhuara në Shqipëri u ndalua në Kroaci, pasi analizat treguan përmbajtje të klorpyrifos, një pesticid i ndaluar nga Bashkimi Evropian që në vitin 2020. Rasti u bë i njohur nga RASF, sistemi i alarmit të shpejtë për ushqimin, një rrjet që lehtëson shkëmbimin e informacionit mes vendeve anëtare të BE-s për çështje që lidhen me sigurinë ushqimore. Ky nuk ishte një rast i izoluar i ndalimit të eksporteve me mandarina nga Shqipëria, ndërkohë që mandarina nuk është produkti vetëm i identifikuar me ngarkesë të pesticideve të ndaluara gjatë viteve të fundit në vend. Të dhënat e mbledhura nga Bjern dhe intervista me ekspert dëshmojnë se qeveria neglizhoi për mungesë kapacitetesh njerëzore dhe paqartësi ligjore monitorimin e vazhdueshëm dhe në kohë të përdorimit të pesticideve, duke çuar në tregtim të produkteve bujqësore mbi normat e lejuara. Autoritetet gjithashtu mbyllën një sy ndaj përdorimit nga fermerët të pesticideve të rrezikshme të ndaluara prej vitesh në vendet e BE-s, duke ngritur shqetësime për sigurinë ushqimore dhe cilësinë e eksporteve shqiptare. Ministria e Bujqësisë pranoi në përgjigje të një kërkese për informim se vetëm gjatë vitit 2024 janë konstatuar nga analizat laboratorike në fruta perime 7 pesticide të ndaluara si klorpyrifos, klorfenapir, klorpyrifos metil, linuron, dimetoate, miklobutanil dhe ometoate. Përfaqësues të laboratorëve privat i than Bjern se janë konstatuar shumë raste të produkteve të mbrojtjes së bimëve të ndaluara në analizat e tyre. Në dhjetor 2019, Komiteti i Përhershëm për Bimët, Kafshët dhe Ushqimin vendosi ndalimin e përdorimit të pesticideve klorpyrifos dhe klorpyrifos metil në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, bazuar në gjetjet studimore se përdorimi i tyre kishte ndikim negativ në shëndetin e njeriut me efekt toksik në zhvillimin e sistemit nervor dhe gjenetik. Për ndalimin e përdorimit të tyre, Komisioni Evropian i miratoi zyrtarisht rregulloret në janar 2020, duke parashikuar një periudhë tranzitore 3 mujore për vendet anëtare për grumbullimin dhe asgjësimin në mënyrë përfundimtare të gjitha produkteve të mbrojtjes së bimëve që kishin në përmbajtje klorpyrifos dhe klorpyrifos metil. Pas këtij afati, ato nuk mund të tregtoheshin dhe përdoreshin më brenda hapësirës së BE-s. Duke ndjekur shembullin e BE-s, Shqipëria vendosi të regjistrojë PMB-t që përmbanin këto dy përbërës toksik, por ndryshe nga BE, tregtarëve shqiptar u dha e drejta që të importonin produkte me përmbajtje të këtyre pesticideve deri në mars 2020 dhe përdorimi i tyre në treg u lejua të paktën edhe për 2 vite të tjera. Dispozitat ligjore rregullojnë importin dhe përdorimin e PMB-ve në 2 lista, ato që lejohen të importohen nëse janë të regjistruara më parë të paktën në një vend anëtar të BE-s, dhe një listë e dytë ku PMB-t e ndaluara, por ndërkohë të importuara, lejohen të tregtohen dhe përdoren nga fermerët deri në afatin e skadencës së tyre. Bazuar në këto kritere, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ndaloi importin e PMB-ve me klorpyrifos në janar 2020, por ato që ndruan në listën e dytë, të paktën deri në gusht të vitit 2022. Dhe siç sugjerojnë të dhënat zyrtare dhe analizat laboratorike, këto lënë toksike vijojnë të përdoren në fermat shqiptare. Fermerët që i përdorin duket se nxiten nga efikasiteti i lartë i këtyre PMB-ve dhe çmimi më i lirë në krahasim me produktet e tjera. Një eksportues i frutave dhe perimeve i tha Bjernit në kushtet e anonimatit se besonte se tonelatat e PMB-ve të ndaluara në BE ju shitën shumë lirë ose ju falën tregtarëve shqiptar, duke bërë që ato të përdoreshin pas një survejim. Tregtari në fjalë, i cili pranoi se një pjesë e ngarkesave të tij ishin ndaluar në kufirin me BE-n, fajsoi institucionet shtetërore që nuk garantojnë prodhimin e produkteve në standardet e kërkuara nga BE. Përdorimi i PMB-ve në bujqësi është shumë i rëndësishëm për mbrojtjen e tyre nga insektet dhe dëmtuesit e tjerë, por sipas ekspertëve, përdorimi i tyre mbi normat e lejuara krijon rrezikshmëri për shëndetin, kryesisht në grupe të popullatës si fëmijët, gratë shtatzëna, të sëmurët dhe të moshuarit.